Gëzuar kërshëndellat. Ta shumë njerëz kanë me tha, po kjo fjalë çka është? Kjo vllazën pra fjala origjinal si shqiptarët e kanë përdor për Krishtlindje. E nuk e kuptoj pse kisha nuk e përdor më këtë shprehje shumë të vjetër të gjuhës shqipe, se kjo formë është përdor në malësi dhe duhet me vazhdua me u përdor ndërmalësor, duhet me përdor këtë shprehje e duhet me përdor me krenari. Atëherë, çka është dallimi mes Krishtlindje dhe kërshëndellat? Fjala Krishtlindje është përkthim i drejt për drejt lindja e Krishtit. Është një formë moderne. Por ndërmalësor gjithmonë është përdor dhe duhet me mbet kërshëndellat, sepse kjo fjalë e përshkruan dhe ringjall gjuhën dhe traditën tonë shqiptare mia vjeçare. Kërshëndellat, fjala kërshëndellat vjen prej latinishtes së vjetër, Christi Natalis, lindja e Krishtit. Do me thënë, njëjta gjë, Krishtlindja, kërshëndellat. Por fjala kërshëndellat është një formë shumë e vjetër, të cilën shqipja ka ruaj, dërsa shumë gjuhët e tjera e kanë humbë këtë fjalë në shekuj. Po ne e kem ruaj, e në shqiptarizëm në malësor, e kem ruaj e duhet me ruaj. Në malësor, kur thomi kërshëndellat, s'është vetëm emër festet, kjo kulmi, por është edhe një lidhje me traditat e vjetra, me gjuhën e të parëve tanë, të cilët ka dhurua jetën me festua kërshëndellat, me festua lindjen e Krishtit. Pra kur festojmë kërshëndellat, ne festojmë vetëm lindjen e Krishtit. Pra po thom, lindja e Krishtit ajo kulmi, por e ngrisim edhe flamurin e identitetit ton, të kulturës ton, dhe të gjuhës ton që e mban gjallë kujtesën e shekujve, ani tradit e gjallë që jeton. Gëzuar kërshëndellat pra të gjithë shqiptarëve e veçmas malësorve që e ruajnë edhe sot këtë emër të shenjtë.